Doktor Murat, ju jeni i ri edhe në moshë edhe në profesion edhe në ushtrimin e detyrës doktorit. A i halon mes anë muzika në mjekësi? Jo vetëm përcaktu, po une pak e kom ushtru edhe si profesion muzikën. Si student kom performu me bendet ndryshme, me këngëtarë ndryshme, dhe kom pas si punë. Në thonë, gjitho fundjavë kam qenë dikon duke performu. Apo të mungon? Qaj u pjesë? Jëm të ushtru hala, po jo qysh kam qenë, ashtu po kur po gjej kohë dhe mundësi. Doktor Murati për ndryshe është gitarist jashtëzakonisht i mirë, po tregohet pak modest. Për ndryshe është her pas here dhe gitaristi kryesori i Elitës 5. Oh, bravo! Se ka modest, doktor Murat? Kjo është edhe për shkak përkrajës, duhet me cekë që ma ka dhonë profesori jam i gitarës, Valion Gashin, që e përshëndes shumë. Një ndër maestrët. Po, gjithashtu edhe familja, që e kom realizu me një farë mënyrat andrën, që me ushtru edhe si mënyrë profesionale pak. Është gjëna me e nalë gjysë këtë andër, të pak të në atë sa mire ushtroni dhe atë sa mire ndjeni, kur po flisni për gitarën, për violinën, për ju shkelqejnë sy, do me thonë është një dashni e madhe që e keni. Tash nështë kemi me bo bendin në altash. A me i thonë menagjera jo, se definum që të po, sigurisht. Do me thonë a gazetarë të insistojnë, do mos do shmërisht, ju thire dhe nesër në telefonën, qysh me të puna.